Një hoxh I kishë mësua talebët edhe një ditë I kanë vdekë insanët, kanë shkua. Një ditë ky hoxh I kishë pa andër. Që ata dy që kanë ndekë. Kishë pa andër, njani në kalë në xhenet, edhe qetëri në xhenet në kamë, mas ati në kalë. Edhe çuditët hoxha. Dhe të kam me shtua me pyet nënën e tyne. Nënën me pyet, se nënët e dinë e vladin çfarë kanë. Babat shumë se dim, na, sa arsye na jemi pash paka shumë jashtë shtëpiave gjatë ditës, nënat më shumë I dinë rendet të shtëpi. Thotoj motër, thot I kom pa ëndër dy djemë të tu. Njanin e kom pa në kalë në xhenet e qetrin në kamë. Po para se me I thonë, ky hoxha, sa I kom pa djemë të tu në xhenet, ha, tha, njanin në kalë e qetrin në kamë, edhe ajo kish pa qashtë. Edhe ajo nona qashtu I kish pa. Qka po thuti? Tha ajë në kali, tha, as një vakët, tha namazit s'ja huqke me vanes, hiq. E ki në kom, tha dhe një herë vanojke. Që bëju thëmë? Namazin mëse lini, mëse vanoni, kur hiq? As atje në kufi ju, kujni kufitarët, as ju policia, kujni atë kini zyrët, asa ju farmacistat e doktorat kujni kupysho, kini vendet, namazin mëselini, namazin mëselini, namazin mëselini. Se namazi është shtylla kryesore dinit islam, kush e ma këtë shtyll e ma namazin. Mas pari që ka mu marrë në logari robi ditën e kiametit për namazin, ka thënë pejgamberi, si të nëreqet me namazin, nëreqet me kretë punët, si të prishet me namazin, o prish me punët qera.